Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Janë dy ngjarje të lidhura me drejtsinë në ditët e fundit që me të vërtetë kanë një impakt goxha të madh dhe interes në opinionin publik. E para, ajo betejë juridike e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Velie, i cili u paraqit ditën e premte, ishte prezent në seancën e gjykatës, në një seancë të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe aty ai mbajti një fjalim, pikërisht për atë padiqje ai ka bërë për të hedhur poshtë dhe ka bërë një kërkesë për të hedhur poshtë vendimin për të cilësuar shkarkimin e tij të padrejtë. Nga ana tjetër, një ngjarje me të vërtetë shumë e rëndësishme për strukturën e posaçme antikorrupsion është marrja e pandehur të Belinda Ballukut, zëvendës kryeministre e qeverisë Edi Ramës, për një tender që lidhet me tunelin e Llogaras. Të dyja këto ngjarje lidhen si në aspektin juridik, por edhe në aspektin politik. Por ne duhet të trajtojmë më shumë në aspektin juridik për ta trajtuar këtë si një çështje të përbashkët. Pse e them këtë? Sepse janë dy figurat më të larta të Partisë Socialiste dhe të majorancës socialiste, njëri kryetari i Bashkisë Tiranës, pra bashkia më e rëndësishme, dhe dyta numri 2 i qeverisë. Unë kam zgjedhur një gazetar që ka krijuar një profil me vërtet shumë interesant dhe shumë të veçantë në Kronikën e Zezë. Është reporteri i Kronikës së Zezë në televizionin e njohur Euronews Albania. Eni Ferratin, kam kënaqësinë ta kem në emisionin tim. Eni, faleminderit që pranove ftesën. Shumë faleminderit Roland, edhe e vlerësoj që më ftuat në këtë studio kaq të këndshme, por dhe besoj që është një nga modelet më interesante, po themi, me zhvillimin e media se ju pasiron. Ore, me zi të kap aty unë. Kemi shumë punë. Keni shumë punë? Shumë punë. Ore, çfarë bën atje te Spaku? Alo ku je, jam në Spak. Alo ku je, jam në Spak. Alo ku je? Tani të thonë dhe në shtëpi që ti ke një shtëpi, po ke edhe Spak se puna po, te Euronews atje bile unë shikoj më pak ty, vetëm kur të ftojnë në emision dhe kur bën ato kronikat. Kam një fat, besoj që e kam banesën shtëpinë afër prokurorisë posaçme edhe do të thënë, Spaku është afër shtëpisë së gazetarit Kronikës së Zezë. Po, edhe kjo besoj jo shtëpia e gazetarit Zezë është afër Spakut. Është një favor shumë i madh, madje edhe të afërm ose persona që kërkojnë të na takojnë, se njerëz jemi, kemi edhe halle, duhem edhe të takohemi kështu. E din vend takimi që është pranë prokurorisë posaçme, sepse unë duhet të jem. Eni Ferrati e ka shtëpinë te Spaku. Afër Spakut. Afër Spakut. E ka Eni Ferrati shtëpinë. Po, e tregove dhe shtëpinë ku e ke. Do thënë, kështu je i mbrojtur në aspektin. Çështja e gazetarëve sa i takon aspektit të mbrojtur në Shqipëri është një problem fakt që vitet e fundit ka dalë sipërfaqe, sepse ka patur kolegë gazetarë të cilët janë gjendur edhe para rasteve që janë nxjerrë të kërcënuar, të trusnuar për shkak të detyrës gjithmonë, po çështja është që kushdo që të bën detyrën me profesionalizëm, me vërtetësi, gjithmonë interes publikut, nuk besoj që mund të ketë probleme. Patjetër që do të ketë të rësni, janë probleme të tjera me vetë censurimin e tjerë me radhë, njësër faktorësh që ndikojnë, por për të qëndruar tek Spaku, besoj që bijem gjithë dakord që është një nga institucionet apo kryefjala, apo themi, e zhvillimeve, ju e thatë me drejt, jo vetëm çështjet e drejtësisë, por edhe politike. Do diskutojmë gjëra gjatë për këtë, por pyetja e parë, a është marrja si e pandehur, pra nën akuzë të Belinda Ballukut, si goditja e nivelit më të lartë që ka bërë Spaku deri më sot, që nga krijimi, pra në këto 6 vjet, rrumullak, po e rrumullakosim, 6 vjet që nga themelimi? Po, 6 vjet bëhen fakt në 19 dhjetor. 19 që do të prezantohet zyrtarisht kreu i prokurorisë. E pra mbaron 18. 18 është mbarimi i mandatit, po zyrtarisht Spaku punën po themi e ka nisur më 19 dhjetor 2019 dhe pra për rreth një muaj bëhen 6 vite. Do ta ndaja përgjigjen për pyetjen tuaj në 2 pjesë. Po. Në aspektin e çështjeve të drejtësisë apo aspektin juridik procedurial, patjetër që mund të themi që është zyrtarja më e lartë e cila merret e pandehur në detyrë. Jo thjesht zyrtarja më e lartë, por goditja më fort që ka bërë Spaku. Prandaj thashë që do ta ndajmë 2 pjesë. Pra, nëse flasim që goditjet më të mëdha të prokurorisë posaçme deri dje kanë qenë kryesisht me ish, pra kanë patur një ish ministër apo ish drejtor i përgjithshëm e tjerë me radhë. Në këtë rast kemi ish deputet. Kemi numrin 2 të qeverisë, të cilës i komunikohet një akuzë dhe ka statusin e të panderës. Edhe në aspektin politik do të thoja që është një nga goditjet më të mëdha, por duke patur parasysh që në krahun tjetër apo në thesin e madh të prokurorisë posaçme, të politikanëve të cilët gjenden sot në konflikt
me ligjin, këtu ka debat, sepse po të kthejmë syt nga kampi tjetër i opozitës, kemi ish kryeministrin të marrë pandehur, kryeun e Partisë Demokratike aktual, po ashtu kemi numrin 2 të partisë më të madhe opozitare pandehur, zotin Meta, por edhe kryetarin e bashkisë në detyrë, i cili le të themi që ekuivalent dhe ai ka një peshë shumë të madhe politike, si që është kryetari i Bashkisë Tiranës. Ja, po more, e quajmë Stalingradin, po drejtove Tiranën, drejtove Shqipërinë. Ndaj e relativizova pjesën e dytë të çështjes politike. Tani, rasti i zonjës Balluku është një rast shumë specifik i shkëputur nga tjerat për disa arsye. Pse? Në radhë parë bëhet fjalë për një tender, siç thotë zyrtarisht edhe prokuroria e posaçme, i cili kohët e fundit është kthyer në një prej kauzave kryesore të opozitës dhe nominalisht. Dhe denoncimin e për të qenë kështu, ata e kanë bërë, domethënë nga zbret bardhë. Ne sot landit që të jemi fair dhe korrekt, ne nuk e dim se si SPAKO e ka nisur këtë hetim, sepse edhe në njoftimin zyrtar të prokurorisë posaçme nuk specifikohet nëse është nisur kryesisht, është nisur nga një material kallëzues, nga kallëzime që mund vinë nga firma të cilat kanë padur pretendime për tender, megjithëse më rezulton që nuk ka padur ankesa për këtë procedurë tenderimi. Sepse lidhja u bë e tillë që s'kishte. Atë nuk jo. Ligji jon për prokurimet publike e parashikon qartë. Pra kemi edhe një institucion që edhe kreu i këtij institucioni ka dalë probleme. Pra kanë fjalën këtu për Komisionin e Prokurimeve Publike, ku po ashtu zoti Myzyri shmari pandehur dhe akuzohet nga SPAK, që ti mund t'i drejtohesh, siç ka padur raste tjera ku shumë tendera shkojnë për anketë. Po këtë rast nuk më rezulton që të kemi padur. Kemi të bëjmë me Nesi Angoni 2? Nuk e besoj që jemi në rastin e Nesi Angonit publik. Nesi Angonit 2, unë besoj që SPAK-u ndoshta mund ta ketë nisur dhe vetë me iniciativë kryesisht, sepse vetëm nga denoncimet e Partisë Demokratike. Denuncimet, deklaratat e tjera, sepse duhet ta vlerësojmë intervistat që prokuroria e posaçme ka qenë shumë e ndjeshme dhe e vëmendshme ndaj deklaratave publike. Pra nuk është se ka qenë indiferente, mund të ndodhë që nëse ne në këtë bisedë japim një deklarim që një prokurori i duket i vletshëm ka brum, po themi, në mënyrë popullore. Atëherë do na thush në një gjë tani që prokurorit marrin parasysh tani se çfarë vlere ka. Kjo ka dhe një problem tjetër, se do të shkosh do japësh deklarime pastaj atje. Si e morë informacionin e tjerë me radhë, je në shënjestër, po themi. Por, realisht, ka një shtim të numrit të hetimeve që janë nisur kryesisht nga prokuroria e posaçme gjatë këtyre 6 viteve. Zonja Balluku ka mbajtur një qëndrim vetë ditën e premte kur doli nga prokuroria e posaçme. Sa qëndroi brenda? Rreth 40 minuta ka qenë. Po nuk është çështja sa qëndrove brenda, se mund të qëndrosh shumë pak minuta dhe mund të kesh shumë probleme dhe mund të qëndrosh shumë minuta por nuk ke shumë probleme. Kjo vepër penale, paktën që i atribuohet zonjës Balluku deri në këtë momente, shkelja e barazisë në tendera apo ankande publike, me rrethanën e kryer në bashkëpunim, është një vepër penale që SPAK-u deri më sot mund të ketë marrë 10 apo 100 punonjës. Quhet akuzë e lehtë çoti. Është akuzë e lehtë, relativisht e lehtë. Sa e ka që shkon nëse provohet? Me ndryshimet e reja të kodit penal pikërisht për këtë vepër, e cila parashikohet nga neni 258 i kodit penal, i referohet paragrafit 2 sepse është ndarë nëse vepra penale, pra shkelja e barazisë tendera është mbi kuotën e 800.000 lekëve ose ekuivalenti në valutë huaj, shkon me burgim deri 1 vit, ndërsa në paragrafi 2 që kalon këtë vlerë shkon nga 1 deri në 5 vite burgim. Por është një vepër që me sa e kemi parë, po themi nuk është se kam bërë burg persona për këtë vepër penale. Kryesisht janë dënuar gjithmonë nëse ka një vendim fajësie të formës prerë me shërbim prove e tjerë me radhë. Por ndoshta këtu do të kaloj pak tek politika që nuk është specialiteti im, por çfarë më ka bërë përshtypje për këtë dosje. Ti je gazetar generalist, gjithsesi do të thënë specializuar për kronikën e po ti je gazetar, ke të njëjtat parime dhe kur mund të komentosh në politik. Jam përpjekur Landi që të qëndroj larg politikës, sepse mirë, një gazetar i kronikës çfarë na ka ndodhur këto kohë. Pra, kemi arritur deri aty që kemi patur etiketime sikur jemi pjesë e bandës kriminale të SPAK. Unë dhe kolegët e mi, nga zyrat e partive politike. Janë publike. Jo, ty, të kanë akuzuar personalisht ty? Mua personalisht, jo, unë ka futur tek një thes, por kolegëve të mi të cilët në një situatë caktuar kanë raportuar për një dosje hetimore të prokurorisë posaçme.
Edhe unë për shembull kur kam qenë në studio për çështje sensitive, për dosjet Spakut, dhe kam raportuar fakte që nuk dieshin, por që kanë qenë konkrete, e kam dirë trysnin, po themi, nga grupet saktuara politike kryesisht, qoftë në rrjetet e mia sociale, mesazhet që më vinë në Messenger, komentet që bëjnë njerëzit etj me radhë. Ndaj përpiqem gjithmonë më shumë të jem shumë i ftohtë në raport me çështjet politike për të mos e dhënë gjyrime të kësaj natyre, por për të qëndruar tek ato fakte konkrete. Për Belinda Balluku se do të pyes posaçërisht për ato, mënyra se si funksionon në kronikën. Po për Belinda Ballukun, domethënë ishte duke thënë që në aspektin juridik ajo ka të lehtë, por në aspektin politik se ti Po këtu qëndron besoj e gjithë çështja e zonjës Balluku, sepse unë po thoja që ky tender pra për tunelin e ndërtimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, pra shkruar në vitin 2020 është anulluar, është rihapur me një procedurë firmë gjoka, pastaj me një firmë turke. Janë zhvilluar të gjithë dinamikat e një procedure prokurimi, pra nga ndërtimi etj me radhë, shqiptarët e shijuan tunelin, kaluan turistët e huaj. Tuneli është i mirë, duhet të themi tani. Po duhet të pranojmë, pikërisht, këtu po dal. Dhe tashmë eventualisht pas gati 5 vitesh nga momenti i parë i tenderit deri në përfundim, kemi një akuzë që i komunikohet akuzën. Rreth parë në aspektin procedurial, besoj unë do të ishte e udhës, sepse ka patur shqetësime edhe në kaluarën, që personat nuk pyeten. Pra, i komunikohet direkt akuza pa marrë qëndrimin. Si është kjo? Juristët e fushës e cilësojnë këtë si një anomali, po themi, në një proces të rregullt ligjor, sepse ka patur edhe më keqe. Lefter Kokën e arrestuan pa e pyet fare, pa e komunikua as akuzat tjerë, e morën, e futën në burg. Megjithatë, duke ndjekur këtë vijë logjike, pra që pas 5 vitesh ku, po themi, i gjithë procesi ka mbaruar dhe procedurë dhe pretendohet që kemi një shkelje të kësaj natyre, ngrihet kjo akuzë në një moment politik shumë të rëndësishëm. Belinda Balluku është një ndër politikanet më të suksesshme. Më të suksesshme? Të Partisë Socialiste, do të kam argumentat për këtë pjesë, për shembull, unë kam mbuluar qarkun e Fierit në zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 maj. Po. Pra, një rezultat me 12 mandata atje. A është kjo, do me thënë, një madhe që ti suksesshëm? Një politikan? Kisha në aspektin politik, patjetër. Ti thua në bilancin e betejave politike? Pikërisht. Duke marrë 12 mandate që mos gaboj nuk ka patur ndonjë rezultat tillë Partia Socialiste në qarkun e Fierit, megjithëse njihet si një bastion i madh. Jo, Edi Rama nuk e kishte besuar dhe parashikuar atë. Dhe madje ato ditë u diskutua, pra teksa po numëroshin kutijat, u diskutua që mund të shkonim edhe drejt mandatit të 13. Pra, në fund u nda, ndoshta për pak vota. Kjo një në aspektin politik, pra që kanë zgjallur ndoshta edhe një xhelozi shumë të madhe brenda vetë Partisë Socialiste. Që do thotë që mund ta sulmojnë, mund ta kenë sulmuar nga brenda Partisë Socialiste? Grupet caktuara, interesi patjetër. Rregulli është që po sulmove dhe do të sulmojnë, no? Po patjetër. Është me radha e punë pastaj. Dhe në aspektin e kësaj makinerie të fortë elektorale, po themi, që edhe u vlerësua nga Partia Socialiste, nga partia jo, se nuk është se kemi një parti e cila vlerëson, por nga vetë zoti kryeministër, i cili e delegoi edhe si drejtuese të fushatës elektorale në Tiranë, ku nuk dihet nëse do të kemi realisht fushatë, sepse varet nga vendimi i gjykatës kushtetuese, penalitetet e kodit zgjedhor, dhe delegimi pranë kryet të fushatës Tiranës e shoh si një element politik. Dhe nga ana tjetër më pas vetë zonja Balluku, pa i hyrë tunelit, po flasim për projekte tjera po ashtu, ka patur disa iniciativa, po themi, të rëndësishme që edhe këtu mund të kenë bërë, po themi, xheloz brenda radhës partisë, dhe nga ana tjetër. Xheloz është shumë pak për thënë, po aty. Po përpiqem të tregojmë i moderuar Po politika në Shqipëri është, e ka thënë një klerik këtë, se ti je gazetari kronikë zez. Ja, më fal një sekond. Nëse do jesh politikan në Shqipëri, një kënd do kesh në Varr, një do ta kesh në Burg. E kishe dëgjuar ndonjëherë këtë? E kam dëgjuar. Ka thënë një klerik i nderuar në 1992-93. Sa ishte arrestuar Fatosnano. Kështu që këtu po u futën politik gati më mirë. 20 vite më parë. Dhe po thoja që duhet ta pranojmë dhe besoj që është e pranueshme që Belinda Balluku është personi më i afërt i kryeministit Rama aktualisht. Dhe duke e shtrirë të bisedë në aspektin politik, ndoshta kjo mund të jetë edhe një mesazh
për të shkuar tek zoti Rama, për t'i thënë një mesazh zotit Rama, sepse çfarë për t'i thënë Edi Ramës? po, më fal pak, ish zëvendës kryeministri e kena rati në kërkim ndërkombëtar për vepra shumë të rënda. Se Emir Tahiri, në fakt. Po ndalim këtu tek personat që kanë të thuar kryeministrin. Pra, nëse ish zëvendës kryeministri është në rati. Erion Velia bashkëpunëtori më i afërt. Do dalë dhe aty, po them, edhe zëvendësi tjetër, pra, i merret i pandehur, që nuk e di se si do të jetë situata politike, pra, zoti Rama, kush do të jetë zgjedhja efektive që do t'i jap kësaj çështje. Mos harrojmë këtu që zoti Rama ka ndruar disa herë qëndrimet e tij në raport me prokurorin. Se kjo është pyetja, si e shikon sjelljen e Ramës ndaj zonjës Ballukut, vetëm deklarata që ka dhënë për Deutsche Wellen në raport me prarës të tjerë, me Semir Tahirin, me Arben Ahmetaj, me Erion Veliajn dhe me Belinda Ballukun. Të duket e njëjti qëndrim? Është pak herët për të folur. Jo, atë që tha Rama që di drejtësia. Ai është, domethënë, është tok fjalësi që zoti Rama besoi përdor gjithmonë për të dalë nga situata. Por në raste të ndryshme zoti Rama ka mbajtur qëndrime të ndryshme. Pra, unë nuk e di nëse zoti Rama do të rikthehet çështjes ku do të përçojë mesazhe deri diku intimiduese Spakut, apo do të qëndrojë indiferent. Fjalë intimiduese e kam këtu për tok fjalë që ne nuk jemi republikë prokurorësh. Sjellje intimiduese e shikoi zotin Rama që mbledh grupin parlamentar dhe i përçon mesazhe Spakut, ose mbledh stafin akademik të Universitetit Bujqësor që akuzohen po ashtu për shkelje parazisë të ëndra. Dhe i thotë kjo nuk është normale. E akuzon Spakun për përndjekje dhe intimidim të dëshmitarëve në dosjen Veliaj. Apo zoti Rama përfundimisht nuk do të bëjë një betejë direkte me prokurorinë e posaçme. Kemi një komision të posaçëm që është ngritur dhe ja ka besuar atij që njihet si babai i reformës drejtësi, Fatmir Xhafës, ku ky komision në letër është premtuar që nuk do të ketë iniciativa për të ndërhyrë në punët e drejtësisë, kryesisht institucioneve të reja apo thelbit të reformës drejtësisë është Spaku, por ne nuk e dim çfarë do të ndodhi, apo kjo do të jetë pika kulminante ku qeveria, konkretisht kryeministri Rama, do të shpallë një luftë zyrtare, frontale, të drejtë për drejtë me prokurorinë e posaçme, sepse ky zhvillim vjen në një moment ku zoti Rama nuk e kishte diskutuar në asnjë moment mbështetjen dhe qëndrimin pro prokurorisë posaçme. Megjithëse kishte informacione Edi Rama të rezulton që zonja Balluku do merre pandehur? Shiko, në rrethin po themi të gazetarëve, politikanëve. Si rrethin se kuptojnë këtë, si gazetari vjetër kronikë se kuptojnë, kjo quhet sindikata e gazetarëve pastaj. Do ju me njëri tjetrin thoni që shkoj, e di njëri e di të gjithë? Jo, e di njëri e di tjetri. Po themi unë të kam ftuar këtu thashë theme. Që çarkullonin. Ti smeresh me thashë theme. Unë kështu një, prandaj të kam ftuar këtu. Po fjalët ose po themi indicjet apo mirë, po ta bëj të drejtë për drejtë, po ta bëj drejt për drejt. Nga e morë ti informacionin. Ti zon tregosh emrin mua, po nga ti mori një informacion përpara se zonja Balluku shkon? Jo, nuk e kisha një informacion tillë, përveç, prandaj u ndal, përveç disa deklarimeve publike të kampit demokrat, nga zoti Bardh. Po, mediave caktuara, të interesuara më shumë ndoshta për këtë çështje, ose më saktë të investuara më shumë. Si nuk arritë ti të kishe informacion në Spak? Ore, nuk është kaq i lehtë marrësh informacion në Spak, ore. Mua po më thua? Mua po më thua? Mua po më thua? Shiko, ne kemi një raport me prokurorinë e posaçme që sigurisht për natyrat që kërkohet informacioni shpejt, gjithmonë në interes publik, ti mund të marrësh edhe një informacion gjithmonë zyrtar përmes WhatsAppit apo kanalit zyrtar në Spakun. Kryesisht operohet me linje klasike të kërkesës për informacion. Ishi zyrtarisht? Po. Respektojnë afatet madje edhe më herë se afati i editor që është etj me radhë, për çështjet të nënkushme edhe ktheni interes. Patjetër kur ka interes Spaku, kthen përgjigje edhe më shpejt. Pra kur e cilëson dhe Spaku, besoj korrekt janë në këtë drejtim. Korrekt, shumë korrekt. Ada Iqimi atje do të shkëlqen me këtë korreksion. 10 i japim. 10, ë? Ada Iqimi, Eni Ferrati, një gazetar që unë e çmoj, vlerësoj, ti e di, domethënë, se gjithë me ty, alo Ada çka ka aty. Ti jep 10, të ka vendosur 19. Tani,
Si të duk Belinda Balluku, ti ke parë gjithë atë, se jo vetëm se ke shtëpinë, po ke punën aty. Do të thënë ti ke parë gjithë që hyn e dalin. Si të duk, do të thënë gazetari Kronikës Zezë bën edhe një psikoanalizë të personit që futet dhe del. Sonja Balluku pati një deklarat shkurt për mediat, nuk pranoi pyetje. Besoj që ajo është një godinë në landje e cila të vetë krijon tension. Edhe unë kur kam hyrë brenda 10 herë. Po ti pse ke hyrë brenda? Po, fillimisht kemi hyrë për konferenca, për 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 konferencë, takimet informale. Por e thash mos takimet e ty, pa, apo se kam shkuar. Edhe kishe kështu, është një godinë e cila prokuroria vë, nuk është nuk është hyn edhe ke prokuroria e Tiranës, po nuk ta jep atë ndjesi, prandaj. Jo, po ka ndryshuar statusi kësaj. Prokuroria posaçme është. Aty vetë, domethënë ambienti, patjetër edhe ideja e Tiranës, mos e nënbeso se e kam në kontekstin. Prokuroria është prokurori. Eni edhe në 97-ën, mor për rast e ti, mua më duke shef fort. Prokuroria. Ata habiteshin, po jo. Besoj ishin nga të paktit, që do duke e fort. Fort. Thrisa ata nga ti drishin nga gjujët të ftuarit. Patjetër. Do të thënë është prokurori, nuk është teatri kombëtar, teatri operës së baletit. Dhe sa i takon zonjës Balluku, mbajti një qendrim e cila e cilësoi proces. Pra, është një proces sepse jemi deri në fazën e një dyshimi të arsyeshëm, ëh? Proces nuk është se u mori pandehur. Po pra, proces është ai, se do shkoj çështja në gjykat, do vendos gjykata seanca paraprake etj me radhë. Tani një pyetje kam këtu, mund të kërkoj prokuroria në parlament heqjen e imunitetit? Kjo është jo, nëse jemi te kjo vepër penale, flas me precedent. Nuk ka, është vepër e cila ndiqet pa mas. Pra, është një vepër thesën e madh, dënimi kur të shkojmë në formë prerë. Jo, kur ta paraqisi prokurori në gjykat akuzën, ka nevojë të marrë lejen parlamentit? Që ta sqarojë. Nuk ka nevojë fare. Nuk ka. Pra, çdo zyrtar i cili është subjekt i prokurorisë posaçme, pavarësisht imunitetit, mund të hetohet dhe të gjykohet në gjendje të lirë pa kërkuar një masë shtrënguese. Pra, i gjithë procesi deri në një vendim të formës prerë, shkon në gjendje të lirë. Vetëm nëse kërkon masë. Masa kërkohet për disa vepra penale që nuk janë te kjo kategori, po themi, si është shkelja e barazisë në tender apo në kategori. Ju e dini për shembull që për kodin e ri penal për këtë vepër ka ekspertë që mendojnë që të fshihet fare nga kodi penal? Po e di këtë diskutim. Sepse edhe kam trajtuar. Është shumë abuzive. Nëse marrim rastin e zonjës Balluku, dakord, ajo mund të jetë titullare e autoritetit kontraktor. Por aty ka një mori me persona poshtë, cilët këshyojnë letra, se nuk merret ministri, po themi, me këshyjen e dokumentacionit. Ne flasim a priori se nuk kemi parë letrat, ndoshta nesër mund të ketë mund të ketë prova shumë të forta të prokurorisë posaçme dhe unë besoj që ndoshta mund të ketë, për sa kohë që ti minimumi nuk merr deklarimin e një personi përpara se ti komunikosh akuzën. Te do të thotë që ti fshe, mban, mban ose je i bindur dhe ke as shumë prova sa që nuk e diskuton fare që deklarimi i këtij personi mund të ndryshojë diçka gjatë rrjedhës së hetimit. Nuk e di jam kupton apo ti më kupton shumë mirë, po e kam fjalën për opinionin. Ne do presim, do shikojmë. Po si do duk Balluku, ishte shqetësuar? Kishte pak tension, sepse thash pra, aty unë kur kam hyrë për takuar një prokuror për një çështje dhe madje më ka ndodhur, realisht jam deri shqetësuar sepse kur kam hyrë, më kam parë persona aty rreth e qark, edhe më ka thënë ke dalë ti në Sky, ndërkohë që unë isha krejtësisht për bërë intervistë me një prokuror. Për punën tënde. Po, për një investigim për Birnin për shembull. Kupton? Edhe ti ke dalë në Sky, po jo, më jam takim me prokurorin, e kupton? Edhe kështu që edhe të gjithë, më thënë, atë është kur futesh në SPAK, masi ngalon ato procedurat e kontrollit të heqin në orën, rrypin, pra është siguria maksimale. Ti ngjitesh taj ashensori dhe ke një korridor shumë të gjatë për të ecur, ku zyrat e prokurorëve nuk janë të mbyllura. Pra, edhe që kur është ndërtuar është transparenca mbi të gjitha. Pra, zyrat janë të hapura, ti e shikon prokurorin çfarë bën. Ka vetëm një shirit, emri i prokurorit, dhe ti kur bën atë korridorin të shohin gjithë prokurorët. Ata janë zyrë dhe shohin kush kalon. Dhe ndaj ndihesh kështu, e ke parasysh? Edhe psikologjike kështu, një goditje. Kamera, sa futesh kamera, korridor shumë kamera, persona me dosje. Kupton? Çdo gjë shndrin, godina e qelç. Kështu që ajo është vetë edhe nga emri që ka krijuar. Tani pyetje. Krijon tension. Dritan Prençi, sipas atyre që kemi lexuar, është kërcënuar realisht dhe është në mbrojtje? Nuk ka. Nuk ka mbrojtje, nuk ka. Jo, nuk ka. Unë e kam parë prokurorin edhe ditët e javën e kaluar, pra kur diskutohej kjo mbas marrjes pandehur të zonjës Balluku. Informacionet publike
për kërcënime erdhen pa shkuar zonja Balloku në SPAK. Këtë jo, vetëm që e mohoi kreu i SPAK, Altin Domani, pra që ketë patur një shqetësim real nga prokurorin fjalë, por edhe unë javën e kaluar kam konstatuar që prokurori ka qenë krejt, sepse shiko çfarë ndodh. Një pjesë e prokurorëve atje, cilët mund të kenë patur probleme, ruhen nga specialistë, gardës, policisë etj me radhë. Ka prokurorë që nuk kanë mbrojtje fare. Kryesisht prokurorët më shumë që kanë mbrojtje janë ato të sektorit të krimit të organizuar. Se sa prokurorët e hetimit të veprave penale që lidhen me korrupsionin, sepse e tillë është edhe pyetje, si e parashikon procesin ndaj Belinda Ballokut në aspektin juridik dhe politik? Domethënë, aspekti juridik si do përfundoj me ato që ti ke informacion për edhe nuhatjen tënde, dhe aspektin politik, a do largohet ajo nga detyra, se këtë pyetje i bot ju si gazetar, se ajo është, a do japi dorëheqjen apo jo? Për nis nga kjo e fundit, me atë çfarë pash, zonja Balloku nuk ka ndërmend të japi dorëheqjen. Nga e ditë? Sepse ajo tha e cilësoi këtë një proces i cili do të udhëhiqet nga Zori Rama di ato fotografi se kishte fare zonjën Balloku aty. E keni fjalën tek ceremonia e ndarjes nga jeta e Zotit Nano. Nuk e di. Fare. Ky mund të jetë një lexim. Përpara ishte kështu ngjitur. Tani mirë, Zoti Rama dje kishte edhe mysafir për të pritur, se erdhi Albin Kurti, edhe politikan tjerë. Nuk mundohet që fotografia ti të dhe Albin Kurti deri këtu dhe pastaj këtë jo. Unë mendoj që duhet presim edhe të shikojmë pak. Jemi fillim të javës, nuk kemi shumë aktivitete, shumë zhvillime, seanca parlamentare etj me radhë, ku do të shikohet realisht kush do të jetë qasja e kryeministrit. Sepse edhe kryeministri po ta vëm vetëm, po themi, jemi shumë të vegjël, po ta vëm veten në pozicionin e tij, është një raport shumë të vështirë. Pra, është goditje shumë e madhe për të. Dhe ai mund të mendojë që kjo mund të jetë edhe një goditje politike, në kuptimin ku duke qëndruar gjithmonë fjalën e kryeministrit, sepse ai e ka thënë parë, ne nuk jemi republikë prokurorësh. Pra, më kujtua ajo Eni që në 98-ën kur prokuria e përgjithshme Arber Akipi dhe stafi i tij arrestuan 6 zyrtar të lartë të Partisë Demokratike për ngjarjet e 97-s, Fatosnano tha Arber Akipi donte të më largonte mua si kryeministër. Është një thënie lapidar. Pra, jemi edhe tek fusha, po themi, ku ka mendime të kolegëve tanë, të opinionistëve, specialistëve të fushës politikës, që SPAK-u sot është opozita e vendit, pra nuk kemi opozitë. SPAK-u bën punë vetë, ti themi opozita tani. Dakor, pra. Opozita flet gjumë. Çështja është që ne jemi një vend që aspirojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian etj me radhë, mbështesim punën e institucioneve të pavarura, por SPAK-u ndikohet edhe nga një presion që vjen nga opozita, për shembull, në rastin e zonjës Balloku, si kanë rrjedhur këto informacione tek një deputet kryetari i grupit parlamentar? Si kanë rrjedhur tek gazetarët? Kjo është pyetja që unë e kisha përgatitur tani. Si ka mundësi Gazmend Bardhi ishte kaq i saktë? Do të di si thash atë ditë, gazetari më i mirë i kronikës për çështjen Balloku është Gazmend Bardhi. Është vërtet, jo, është realisht, sepse e pranoj. Jo, unë këtu realisht më bën. E më shkrini s'qesur disa tha nxora unë i pari. Ata nxori Gazmend Bardhi, mos shishin këto që shkruanin kolegët e tu. Tani, unë kam të gjithë drejtën e Zotit dhe dyshimin e arsyeshëm, që mos flas kështu si hetos, që besoj që Gazmend Bardhi e ka një linjë SPAK. E ka. Patjetër që e ka. Unë duhet ta pranojmë se edhe në SPAK çështja që e ndan profesionizmin me, po themi, një abuzim e detyrën është edhe kjo, sekreti jetimor tash. Po si del nuk kam se ta besoj, po. Si del sekreti jetimor nga SPAK-u? Tani kjo është nxjerrja e sekretit jetimor. Do të thonë gazetari ka detyrë ta marrë informacionin. Ai zyrtari, prokurori ka detyrë ta ruaj. Po pra këtu ndahet. Po këtu tash. Po jo, po këtu është kemi as gazetar as prokuror. Këtu është futur Gazmend Bardhi. Kemi një politikan. Tani, ndoshta kjo pyetje duhet të adresohet Zotit Bardhi. Por unë kam gjithë të drejtën. Gazmend Bardhi është si Belinda Balloku, nuk japin intervista. Po ta kemi unë një linjë atje në SPAK, kjo është puna ime, më për të paguar, më kupton. Ky është profesioni im. Ti se jep. Dhe duhet ta kem. Ti se jep. Po jo, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme këtu. Jo, ne në kohën tonë kështu ndanin prokurorët. Ky e plajm, ky si plajm. Po, edhe tani më kështu ndahen patjetër, e kupton. I ndani ata SPAK. Nga ata, mirë, pyetje direkte, do ta bëj atë polifoton, por në 20 prokurorë që ka SPAK-u. Sa japi lajme, sa nuk japi. Kjo është pyetja, jo, po do ma thosh këtu. Këtu s'le fare të më devijosh. S'ka tolerancë fare. Po jo, po s'ka se këtu po të pyesu këtu, nuk po të pyet ç'po e them. Shumica prej tyre, pra mbi 10,
japin lajm. Si japin lajm, jo. Të jem korrekt edhe me ato, sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë, po thoj se me gjithë prokurorë, se jemi aty gjithë ditën nëpër sallat gjyqi. Japin lajm në limitet e asaj që lejon ligji. Për mos nxjerrë sekretin. Për mos nxjerrë sekretin hetimor etj. Me radhë, për shembull, nëse është një informacion, ja tani do jepet një pretensë për shembull për një ish zyrtar të Partisë Socialiste, deputet për Jurgis Çyrbin. Po. Dhe jepet ky informacion, se nuk ka tash pse është diçka zyrtare etj. Me radhë. Po ato ku fillon ajo ata të tjerë nuk japin, mbi 10 japin, ata të tjerë janë kështu. Ka prokurorë që i kanë edhe frikë mediat. I kanë edhe frikë, nuk duan të krijojnë raporte, e kam fjalën gjithmonë për raportet shëndetshme, pra për raporte ku ti e ndihmon një gazetar të bëjë punën e tij, spaku në aspektin publik po sjell disa njoftime ndryshe, nuk e di nëse të ka vënë re, sepse ti je te koha ku i merrshe njoftimin, priçe te dera institucione për ta marrë me fleta 4. Tani ka ndryshuar gjëra, jep disa njoftime shumë të mira, shtëruese edhe për gazetarë, dhe ndoshta po të qëndrojmë te kjo rrjetë e informacionit, ka dhe prokurorë që luajnë me dy porta. Kuptimin që për një çështje caktuar, delikate, ku janë përfshirë më shumë se ç'duhet. Po, luajnë tash, duhet ta pranojmë. Tani prokurorët më të mirë, kur isha unë gazetari Kronikës Zezë, ishin ata që jepnin informacion, pa ata ishin dhe më të mirët, edhe në aspektin e ndershmërisë, edhe në aspektin profesional. Ata që nuk na jepnin informacion kishin që pjesë e tyre që ishin serioze, nuk jepnin informacion dhe ruanin, po kishin pjesë që nuk jepnin informacion për hallet e tyre personale. Njëri një ditë më takoi në rrugë pas kaq vitesh, më kishte dhënë kurrë i lajm, ai është në pension tani. O, si e, tha, kam pas respekt për ty. Po ti s'më ke fol? Jo, ta dish ti sa respekt kam pasur për ty, thashu, po ti s'më ke dhënë një kokër lajm mua njëri, thashu. Kështu që çfarë respekti ke ti për mua dhe po qeshte në fakt, se e dinte këtë. Secili shikon atë. Jo, po qeshin në fakt, qeshin. Po edhe prokurorët duhet të kuptojmë që janë një situatë shumë të vështirë, sidomos prokurorët e SPAK-ut, pra janë trysni të vazhdueshme nga të gjitha krahat. Janë të kërcënuar prokurorët e SPAK-ut? Patjetër unë për shembull kam janë të rrezikuar më saktë. Unë kam raportuar, nuk e di, kam bërë mirë apo keq në atë kohë ndër parët që prokurorët e SPAK-ut janë kërcënuar nga krimi organizuar dhe kërcënimi ka qenë konkret, serioz deri tek familjarët, duke i çuar foton në telefonin e tyre që shikoi mirë këtë punë se e kanë bërë këtë, ëh? Kam vetëm 5 metra larg fëmijën tuaj. Kjo ka qenë një nga ngjarjet më të rënda. Domethënë ai ka fotografuar fëmijët e tij dhe e ka çuar ti, e ka afër fëmijët. Janë afër 5 metra. 5 metra. Jashtë territorit shqiptar dhe ka qenë situatë shumë e vështirë për prokurorin shqiptar. Si e zgjidhën? Alarm, tohet me ndërhyrjen edhe me bashkëpunimin edhe me ambasadën, institucionet e tjera. Radhë është identifikuar, kam përshtypjen edhe personi që është identifikuar, po. Tani botës krimit me rrezikshmëri shumë të lartë. Vetëm këtë po shkurt se e di si puna ikën koha, si e parashikon fundin e procesit ndaj zonjës Bolluku? Se në aspektin politik e theti, po... Shiko, ne nuk mund të parashikojmë një proces. Unë, paktën me këtë informacion publik dhe me disa dhëna që i kemi shumë të kufizuara, nuk mund të jap një përgjigje finale. E thash, çështja do ndahet nëse kemi prova konkrete, a është zonja Bolluku ndoshta një figurë që SPAK kërkon të bëj statistik për atë rekordin e vetë që duhet raportoj që shikoni kemi ushtruar ndjekje penale e tjerë me radhë, sepse nga ana tjetër unë kam si gazetar vërej që edhe për çështje të tjera shumë të mëdha, për shembull, që kanë qenë në kohë shqetësim, SPAK-u nuk ka lëvizur për të ushtruar ndjekjen penale ndaj zyrtarëve të tjerë. Pse pikërisht tani, këto janë pyetjet më të mëdha që më bën përshtypje, pa dashur fare që ndoshta të afektohen me ndonjë qëndrim të mundshëm. Çështja ashtu, ne kemi dosjen i parë. Ke 4 vjet ta ka sjell raportin Olafi, ti ka dhënë dhe me emra, kush ti ka vjet lekët. Me emra konkret. Filan biznesmen. I ka marrë lekët për të mbrashtuar delet, ka bërë resort, ka bërë vil, ka bërë bujti. Apo çështje tjera me impakt ndoshta shumë herë të madh. Jo se këtu nuk ka nevojë për hetim, patjetër të hetohet, të shikohet, të nxjerrin përgjegjësit e tjerë me radhë, nëse niveli ka shkuar pikërisht deri tek ministri,
për tendrin, patjetër të ushtrohet një penale. Po them, si ka mundësi që futet kjo çështje pa patur një përgjigje për shumë dosje të mëdha, që madje janë edhe në tejkalim të afateve. Dhe për dosje të caktuara spaku ti rrezikohet që të mbyllen për shkak të afateve. Sepse ti nuk mund ta jetosh tjetrin gjithë jetën. Duhet të japësh një përgjigje. Okej, Eni, do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, jemi sërish në studio. Faleminderit edhe një institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Eni, dosja e dytë është ajo e zotit Veliaj. Do të në ndarë edhe për shkak të kërkesës për një gjykatën kushtetuese, po si ishte fjalimi i zotit Veliaj? Realisht mua më ka bërë shumë përshtypje. Pozitive? Pozitive. Për shumë arsye, sepse kemi dëgjuar për një situatë të rënduar psikologjike dhe është normale deri diku për kryetarin e bashkisë. S'mu duk fare më është. Pikërisht pra, kjo më ka bërë dhe mua përshtypje. Zoti Veliaj bërë jo vetëm një fjalim, por edhe një qëndrim shumë dinjitos para gjykatës kushtetuese. Kam pritur më shumë nga zoti Veliaj diskurs politik, por që pothuajse ishte zero. Kjo ishte një gjysmë lajmi, nuk e di, është ndërsimin e zotit Veliaj, ai besoj që është i ndarë tashmë. Po jo, nga Partia Socialiste. Por Veliaj është i vetmi zyrtar i lartë që ka hedhur, që ka paditur e Tiranë, no? Pikërisht. Por ama një gjysmë lajmi ose lajm i rëndësishëm ka shpëtuar mediave. Zoti Veliaj u kujdes në një moment të fjalës tij që të theksonte që ai nuk e ka thënë dorëheqjen, por as nuk ja kanë kërkuar, që nuk ishte pse ta artikulonte para gjykatës kushtetuese. Pra, nëse ishim... Do dhe nuk i ka kërkuar askush dorëheqjen, jep dorëheqjen. Kush ja kërkoi dorëheqjen? Rama kërkoi se kush, por nuk kishte pse ta thonte këtë, po themi. Do dhe ne thash, po, e ka thënë, e ka shpëtuar shumë mediave, po unë e kam kapur. Ti e ke kap me piskatorët dhe e nxjerr lart. Nuk e kam dhënë dorëheqjen, se diskutoi, sepse nuk më ka kërkuar kush. As nuk më ka kërkuar njëri. Pra, ky ishte një mesazh që me sa duket është lënë dhe një dritare, siç quhet edhe kjo studio, ky televizion këtu, Edi Ramës që ndoshta të merret një kthesë edhe për zotin Veliaj. Zoti Veliaj përçoi një mesazh të rëndësishëm edhe për ish bashkëpunëtorët e tij politik, tu e kanë fjalën për anëtarët e Këshillit Bashkiak. Po, që ishte i zhgënjur. Po patjetër që ishte i zhgënjur edhe madje përdori edhe metafora e fjalia apo shprehi për t'i quar atyre pikërisht zhgënjimin që ai ka përjetuar, ishte në lartësinë e dur në raport me atë çka pretendon zoti Veliaj, sepse u bë dhe meme, pash meme, për shembull, mas fjalës zotit Veliajt me ish politikan zyrtar të kohës regjimit para gjyqeve. Si Kadria Zviu. Me tjerë me rast. Sepse do thënë këndi i kamerës ishte identik. Sepse ato gjyqet ishin pothuajse edhe kamerat ishin sigurimit të shtetit, nuk se kishte si izoluar apo fikse edhe po ç'ishte ai kënd kamerë aty, se edhe më ka bërë sepse gjykata kushtetuese i ka të vogla. I ka sallën shumë të kufizuar dhe është ndjekur kjo metoda me anë të kamerës. Ti e prodhon, e merr gjithë sinjalin që e prodhon vetë gjykata, nuk është se të humbet gjë, nuk të humbet asgjë. Këndi kamerës aty. Këndi kamerës pra gjasotëm atë dhe u bë virale. Zoti Veliaj bëri raportin që unë ndodhem para dy shteteve. Një shtet në fut në burg, një tjetër nuk më le të shkojmë punë. Më thot pse s'vjen punë. Po ky shteti ka fut në burg, edhe këtu ka realisht drejtë, dhe nëse ka një proces i cili pa i hyrë pjesës penale, dosjes, sepse akuzat për zotin Veliaj janë shumë të rënda. 12 akuza si Michael Jacksoni aty. Si Michael Jacksoni. Për cilat ai duhet të jap shpjegime. Po, Michael Jacksoni doli pafajshëm në fund, not guilty. Tani nuk e di nëse edhe zoti Veliaj do tani për ta mbyllur këtë, ndërkohë Regjet bëj gati polifoton e Spakut. Për cilin personazh ke parë të hyjë te Spaku
ty të ka ardhur gjuna, qoftë ai politikan. Ta shikoj. Jo, këta janë të prokuror, spakë. Përpara se të pyes për këta, më përgjigj kësaj herë. Kë? Rovena Voda. Ministri. Për një ark peshk. Po nga këta të zyrtar të lartë? Jo, se nuk është vetëm kaq për një ark peshk. Pra ajo akuzua për ushtrim ndikimi etj. Punësimi nuk kishte ndodhur, një qytetare, një nga zyrtarët që më ka lënë përshtypje shumë të mira. Me shumë edukat, me sjellje. Po nga këta, për shembull Ilir Meta, Sali Berisha, Erion Veliaj, Lefter Koka, Belida Balluku, që kanë hyrë në SPAK dhe kanë dalë, për këtë ke pasur jese. Se si ne, mi njerëz ata janë njerëz. Shikojmë në aspektin njerëzor. Të ka ardhur për ndonjërin ke shprehu keqardhje? Për zotin Meta, një moment, e di pse, sepse në fakt ishte krejtë rastësi. Kur zotin Meta pyetej, vazhdimisht në prokurorinë e posaçme, pra thirrje një herë në muaj për të sqarime, një ditë unë shkova herët në SPAK. Pra, jo zakonisht që shkoj në orën 8:30, 9, po themi, po atë ditë nuk e di çfarë kisha një punë dhe dola herët nga shtëpia dhe kam shkuar atje rreth orës 8:10. Zoti Meta ishte ftuar, si duket, në orën 8 dhe unë isha gazetari vetëm aty, që e xhirova. Dhe binte shije kështu edhe më drejtua zoti Meta, më tha, "Vika keq tha se edhe po lagesh në shit, pas kanë lajmëruar." Tha, diçka e tillë. Po pash një, më thënë, ishte diku pak para se të arrestoj, pra po themi mund të qenë pyetja para fundit. Edhe ndjeva një lloj keqardhje edhe sikur, do të thënë, i rëndova pozitën, mu duk i rënduar, po themi. Ky ka qenë një moment që më ka prekur, por ne duhet të jemi ftohtë lanë ti, di shumë mirë, kupton. Pra, to janë çështje të cilat ne duhet të jemi 20 titanët i quaj unë. Galaktikët. 20 titanët. Ka qenë një film i Hollywoodit, Mbritën Titanët, e SPAK-ut. 4 prej këtyre do jenë kandidat në një garë për drejtimin e SPAK-ut. Adnan Xholi, Doloresa Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Brau. Sipas e kush i ka gjasat që të fitoj? Të 4 kandidatët janë prokurorë shumë të mirë. Unë nuk do të ndalem për ta zgjedhur një konkret, po do të them pak a shumë veçoritë e tyre. Zoti Xholi për shembull është një nga kandidatët i cili ka një peshë specifike në SPAK, jo vetëm si drejtues i seksionit të krimit të organizuar, por një nga prokurorët që ka zbërthyer masën ndërmuese të dosjeve të aplikacionit Sky ECC. Klodian Brau, po ashtu është një prokuror, do të cilësoja, i hekurt, dhe që ka dhënë prova në fakt, sepse ka futur shokun e vet në burg. Po e them shqip, e kam fjalën këtu për rastin e dosjes së ish drejtuesit prokurorisë Vlorës, Aurel Zarka. Shok edhe i bashkëpunëtori ngushtë, nëse mbani mend rastin e ndjekjes penale të ish kryetarit bashkisë Vlorës, zoti Spritim Gjika. Gjyqi zhvilloi që 2013-14. Po, në Tiranë, edhe ka qenë zoti Brau me gjithë ish prokurorin Zarka, kanë qenë 2 prokurorë të çështjes. Dhe ky është vetëm një nga të dhënat, por ka hetuar dosje me shumë peshë. 5 dhënë e famshme, një nga prokurorët e fraksionit ose çështjes Kërdeci etj me radhë, për të vijuar me zonjën Doloresa Musabelliu, po ashtu prokurore e seksionit të krimit të organizuar, por ka patur dhe çështje që lidhen me korrupsionin apo zyrtarët e lartë, po ashtu ka hetuar disa grupe kriminale, po ashtu një nga prokurorët për cilën ka dhëna se ka qenë kërcënuar nga krimi organizuar, konkretisht Laerta Haxhiu, grupi strukturuar kriminal i Fortit Lushnjës, dhe vim tek prokurori Elvin Gokaj, me shumë eksperiencë, ndër vite drejtues të disa prokurorive, në Mosgaboj Fier, Elbasan, Lezhë, megjithëse pati disa probleme me vettingun. Po ka përsye. Ai u ka përsye, u zgjodh në SPAK dosje të rëndësishme, një ndërto ajo e Arben Ahmetajt për dosjen Buka, 10 zyrtar të quar për gjykim dhe hetuar për abuzim me tendrat apo fondet publike, është një garë shumë e fortë. Nëse do të bëjmë një kalkulim, po themi me letra paraprakisht, ose nëse do të marrim, po themi,
rrjedhën logjike, po themi, kush do të ishte personazhi i cili do të garantojë që SPAK-u do të ketë vazhdimsi, qëndrueshmëri, po edhe për turët e disa balanca caktuara. Se edhe këtu brenda SPAK-ut prokurorët shkojnë mirë, po kemi një ndasi prokurorët e vjetër, të rinj, klane të caktuara, duhet ta pranojmë këtu. Klane gjeografike? Jo gjeografike, klane të mbështetjes. Miqësor. Edhe po politika ka këtu klan? Po pikërisht ka. Tashi pritu tani. Ja, tu do ndahet pra. Tu në SPAK ka politika ndikim? Patjetër që ka. Ka ndikim, ëh? Patjetër. Politika nuk ka. Kush më shumë nga qeveria apo nga opozita? Nuk e ka drejt për drejt tu politika. E ka te KLP-ja se aty është loja madhe. Te votat e këtyre të lartë prokurorisë. Si emëron se si shëndarë atje ka antar me drejt vote që janë zgjedhur nga qeveria, nga kuvendi. Janë disa vota atje. Ka antar që vinë nga sistemi, pra prokuroria. Ka shoqëria civile. Ka shoqëria civile, ka edhe nga pedagogjia. Kështu që 11 vota janë atje. Ne nuk dim deri tani Landi kush do të jetë roli i amerikanëve në këtë proces. A kanë, se kjo është pyetja thelbësore për drejtuesin e ri të SPAK dhe për vijshmërinë. A kanë amerikanë ndikim me atë informacion që ke ti në SPAK në këtë moment? Absolutisht. Dhe në zgjedhjen e drejtuesit? Absolutisht. Edhe për këtë kemi argumenta mjaftueshëm, po do të përmendojmë një. Edhe pasardhësi i Altin Dumani do jetë i amerikanëve? Unë besoj që duke qenë që SPAK-u ka një mbështetje të vazhdues në qoftë edhe infrastrukturore etj me radh nga amerikanët, ata nuk do të heqin dorë nga investimit tyre. Do të bëjnë maksimumin. Unë nuk e di nëse këtë herë do të pranohet ajo ndërhyrje si në rastin e zotit Dumani. E ishin lloj flagrancë atje. Nuk kishte nevojë fare për diskutim. Apo do të kemi kanale të tjera që amerikanët ne nuk i kuptojmë, ne nuk i dimë. Ndoshta me këto zhvillime, se s'po e mbaroj, se këtu besoj që do të jetë. Me këto zhvillime të fundit, Edi Rama dhe qeveria nuk do të lejnë më që të ketë eksperimente dhe ekuacione me pikpyetje. Këtë herë ata do të vendosin personin që duan në krye të SPAK-ut. Dhe unë nuk e di kush është nga këto 4 kandidatë personit. Këta 4 me këto që the ti bie që s'është asnjëri jo. Rrugës gjendet. Gjendet, patjetër që gjendet. Tani, si do futet Altin Dumani në histori? Historinë e SPAK. Me pak fjalë, bëj një përkufizim. Tani, Altin Dumani besoj që ka vendosur jo një, po disa tulla në SPAK. Tulla? Edhe themelet të rëndësishme. Unë besoj që ka vënë ca shtylla betoni, si quhen ata, plinta? Pilota. Pilota. Pra, nëse flasim... Ka vendosur tulla, ka vendosur pilota? Unë thash edhe strukturë dhe themele, kështu që... Mirë, duhet, kuptojmë edhe diçka se... ishte dhe i favorizuar kuptimin. Se zoti Kraja, them unë pasere që s'kisha SBKH, sa ishin prokuror nuk ishte 8, 9, 10, 11 prokuror, po s'kishin materiale, s'kishin blet. Unë e them shpesh këtë. E duke është koha më e mirë e SPAK-ut, që nëse do dojtë punën, tani, ky 3 vjeçar është. Ky është më i mirë. Ky është më i mirë, në kuptimin e logjistikës, konsolidimit dhe qëndrueshmërisë. Po edhe vetbesimit, se duhet ta pranojmë, se ti kur fiton vetbesim, nuk ke, pra, shërënjosja e frikës, sepse ti mendon që nuk kanë frikë. Njerëz janë ata më. Njerëz pra, duhet të veshim edhe ne kostumin e tyre për ta kuptuar çfarë. Mund të jetë drejtuesi i SPAK femër, grua, zonjë? Pse mos jetë? Për herë të parë. Jo, si ke ti nuhatin them unë po. Tash pra nuk dua të ndalem, po unë besoj që mund të them vetëm kaq që pak a shumë votat kalkulimet kanë filluar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ka filluar, Ka filluar patjetër. Si ke gjasë aty? Ha tani na thoni një këtu tani. 3 vota janë me pikpyetje, besoj unë, nga 11. Tjerët pak a shumë me për kë? Po tani nuk mund ta them se janë ndarë këto. Ore po çat kam thirrur unë këtu. Po jo se do të thrasin atje pastaj nga i di këto. Jo, për këtë të thras nuk është nxjerrje sekreti kjo. Shiko. Kjo nuk është nxjerrje sekreti. Nxjerrje sekreti ku nxjerrë një gjë për votimi, krejuri i SPAK. A do jenë të 11 ditë në votim? Patjetër, sepse edhe rasti i një antari për konflikt interesi u qartësua. Do jenë të 11. Do jenë të 11. Kur bëhet votimi? Votimi duhet bëhet logjikisht maksimumi javën e parë të dhjetorit, maksimumi, sepse gjatë nëntorit do kemi intervistat me gojë të strukturuara të kandidatëve. Javën e parë sot është 3. Gjatë nëntorit besoj që mbyllen këto pjesë dhe në dhjetor votohet. Unë mund të them që kjo do të jetë një garë e cila do të ndahet me se në 19 duhet të prezantohet. Po, me 19 merr detyrën, po bëhet ceremonia, po themi.
kalimi i kompetencave etj. Por votimi do të ndahet me 1 ose 2 vota. Me 1 ose 2 vota? Maksimumi, sepse shumë e ngushtë do të jetë dhe do të na 11 vota, 8 dihen, 3 vota nuk dihen. 3 vota janë me pikpyetje. Te KLP-ja. 8 pak a shumë. Dhe në fund pastaj themi hetimet vazhdojnë, si shumë. Po. Ajo, kjo është fraza e famshme. Foto tjetër që të kaloj pastaj të pyetur për gazdarin. Kemi edhe 2-3 foto tjera që unë kam përzgjedhur edhe ja, kjo është foto. Përsëri e bëj pyetjen, si u duk zonja Balluku, se ti the parë që ka pasur suksesin politik, po unë kam një matës se nuk ka dhënë një intervistë dhe nuk është përballur me gazetarët, nuk mund të krijosh një profil të lartë politik kur ti nuk përballesh me gazetarët. Po pyesë Edi Rama ti të përballet me gazetarët. Fare. Pyesë Sali Berisha. Fare. Pyesë Fatostano që vdiq. Fatostano është i vetmi që nuk ti kërkonte pyetje, unë se këta as Berisha. Se të tjerët kanë drejt i kërkojnë. Jo, kanë të drejtë. Është normale. Ti çova pyet ty, ti kanë çuar pyet ty. Është normale, kjo është profesionale, nuk është gabim kjo. Se edhe unë ta di përgatitem. Por Berisha nuk do t'ja di. Rama nuk, Nano nuk do t'ja di. Zonja Balluku s'ka bërë një intervistë. Ka dhënë 2-3 intervista të lehta, po themi, por nuk është për të përballur face to face. Përballje. Zonja Balluku ti bësh pyetjen që kundërshtari më i madh politik do t'ja bënte. Kjo është pyetje më mirë gazetar. Jo, kjo është misioni. Jo si ke nga shtëpia, pikon çatia, pikon vllazia, si thon. Si do duk? Unë thash pra, më ka bërë përshtypje qëndrimi, pra nëse politikanët e tjerë që janë konflikt sot me ligjin. Në këtë rast e kemi një konflikt. Kam patur qasje tjetër. Zonja Balluku e pranoi këtë proces, këtë verdikt të drejtësisë deri në këtë momente. Se kishte mund se pranonte? Jo, s'është puna mundë. Çështja është se ti kemi parë në çfarë sulme që janë bërë Spaku, por nuk ka zgjedhur këtë rrugë. Ndoshta është e qetë, sepse tashmë i ka aktet në dorë dhe shikon që nuk mund të shkojnë tek ajo, në kuptimin procedurial edhe provave, ose është e detyruar dhe duhet pranojë. Motra e saj mund të jetë avokate? Shiko, konflikti i interesit në këtë rast qëndron, sepse nëse motra e saj ka qenë një ndër 3 antarët që ka certifikuar këtë prokuror, do të jetë prokurori ai madje që duhet ta konstatojë konfliktin e interesit, sepse duhet ta shprehë ai. Kjo më ka bërë një nder në kuptimin, pra. E kuptoj. Dhe duhet ta shprehë ai. Duhet ta shprehë ai. A mund të jetë kjo një taktikë e zonjës Balluku për të ndruar prokuror? Të nuk di ta them. Por janë shumë e bukur. Janë të gjitha karta këto që ne i mendojmë, po realisht. Foto tjetër. Bëra një verifikim unë, postimi i fundit i zotit Rama, postimi i fundit i zonjës Balluku, bashkë me zotin Rama, ishte 19 shtator. Postimi i fundit i zotit Rama, në Facebook gjithmonë në fakt, me zonjën Balluku ishte 17 korrik. Përjashtuar vetëm dekretimin presidencë, që zoti Rama i ka nxjerrë gjithë atje, jo më vete. Qartë. Do të thënë edhe një herë. Zonja Balluku, foto me zotin Rama e kishte në 17 shtator. Zoti Rama me zonjën Balluku, të faqet e veta, në 17 korrik. Çfarë do thuash me këtë që mos ka pas informacion kryeministri për këtë? Jo, unë pyetem se kam bërë akoma, po hetimet vazhdojnë do themi. Qartë. Tani po e lëshon Rama Ballukun, ti do thuash unë jam gazetar kronike, ti je gazetar generalist njëherë, pastaj je specializuar për kronikën e zezë. Ne jemi gazetar njëherë, nuk kam më tani parcializim. E do mendimin tim, edhe shumë mendim totalisht i pandikuar. Nëse Rama do të ketë këtë qasje ndaj zonjës Balluku, e cila është e panderur, ndoshta do të gjykohet nesër për këtë vepër penale, do ta lëshoj, nuk ka tjetër mbas zonjës Balluku. Si s'ka tjetër? Po s'ka tjetër në hierarkinë e ke fjalën të Rama ti? Çfarë do presim? Se edhe vetë Rama në kuptimin ligjor është deri diku i rrezikuar, minimalisht për të pyetur, nuk po themi për të rrezikuar me opozitën thotë ai 50 mandate, unë 83, s'kam rrezikuar fare. Në aspektin juridik thotë, juridik, çështja me Gonigal aty është. Kush e ka takuar me Gonigal? Apo pyet Spaku gjithë personat që kanë patur kontakte me Gonigal. Ndërto janë dhe publike fotot që ka qenë zoti Rama. A do ta thrasin nesër? Unë besoj që po, në kuptimin procedurial gjës. Rama. Po patjetër. Do të thrasin? Po patjetër. A ka dalë foto me Gonigal, apo hetohet ç'është? Foto tjetër? Kemi dhe mos gaboj dhe një foto. Kjo ishte foto shumë e bukur.
Si duk Veliaj? Si Kadria Zviu, thet, ja? Herën. Eni Ferrati thot i ngjan Kadria Zviu. Nga këndi i kamerës. E rënd shumë. Por ti e vlerësove. Patjetër. Për fjalët dhe qëndrimin, jo. Mos më duk fare i rënduar, siç thon, më duk i kthjellët. I kthjellët dhe një qëndrim do të thoja unë për të vlerësuar në raport me situatën që ai ndodhet. Kishte pritshmëri në aspektin politik që të fliste. Por ai bëri vetëm një qëndrim juridik shumicën dhe kjo bravo të qoftë për frazën që ti ke kapur që mos më ka kërkuar njëri tjetër. Jo, këtë se ka kap asnjë, po kjo ishte lajmi mendoj, na kupton. E ka lënë një gjysmë penxherë e hapur. Që ti të sugjeroj që përveç kronikës do ta provosh politikën se me këtë që ke kapur është shumë e bukur. Ka ndonjë të dhënë tjetër për zotin Veliaj në burgun e Durrësit, në paraburgim? Jo, zoti Veliaj ka krijuar emisie dhe atje, me as informacione sa kemi me persona të tjerë, domethënë në këtë situatë ndodhet. Nuk ka zgjidhje tjetër. Fati i madh është që ka disa të njohur aty, si Ilir Beqa etj me radhë. Dhe Ilir Beqa, avokati që mbrojti zotin Veliaj. Si është Ilir Beqa me shëndet? Jo, është shumë mirë. E kam konstatuar në sallën e gjyqit, por edhe nëpërmjet mbrojtësit të ligjor që e ka tejkaluar atë situatë të rënduar. Dhe po thoya që avokati Ilir Beshajt mbrojti Erion Veliaj në gjykatën kushtetuese. Dhe ki parasysh tashmë në burgun e Durrësit, i cili ka marrë dhe nofkën burgu i vipave për shkak edhe të personazheve politik, po edhe të krimit organizuar, atje zoti Veliaj, me sa informacione kam pikërisht me zotin Beshaj shoqërohet apo persona të tjerë, të cilët janë pjesë e familjes së tij të madhe politike, po themi, por ka edhe një pritshmëri, kanë vënë re paktën nga mbrojtësit ligjor, zoti Veliaj, që me këtë situatë tashmë kur çështja ka kaluar për gjykim, për shkak edhe të disa rrethanave të reja që do të dalin, por që nuk mund të flas tani. Mund të kemi një masë të lehtësuar sigurie shumë shpejt për zotin Veliaj. Për shkak të disa rrethanave, një masë lehtësimi, që do të thotë që lirohet. Do të lirohet nga masa. Zbutet masa. Procesin e tij mund të kemi arrest shtëpie, kemi detyrim paraqitje. Po nëse është arrest shtëpie, quhet që është në detyrë, po shumë mirë e tha zoti Veliaj edhe rasti kryetarit të Bashkisë së Tërpovës. Detyrë është ai. Firmos nga shtëpia. Ka deleguar dhe një atje në zyrë për firmën për çështje burokracie dhe shpejtësie, po ai e vijon detyrën. Për ta mbyllur këtë intervistë shumë interesante, Eni dua të flas diçka për Kronikën e Zezë. Thashë që në fillim ti ke krijuar një profil shumë interesant dhe profil që unë e vlerësoj mes gazetarëve të Kronikës së Zezë. Sa vjet ke si gazetar i Kronikës së Zezë? Unë bëj në janar 15 vite. Si të janë dukur këto 15 vite? Shumë vështirë. Shumë vështirë. Edhe më pasojë. Mos u qaj shumë tani, mos u bëj tani kështu viktimë. E ke zgjedhur vetë, nuk të ka futur njëri kështu me zorat. Edhe e kam zgjedhur, por edhe e kam peshesh nga një kolegi jon. E ke peshesh? Po. Kush? Nga kolegu i brezit tuaj të Kronikës së Zezë, Artan Cena. Tani. Përshëndesim Tanin që s'na ndjek. E përshëndesim, nga i e kam peshesh, sepse unë fillimisht e kam filluar, po themi. S'ka gabuar Tani. E kam filluar si gazetar sporti. Gazetar sporti? Po. Je i dyti në gazetari që nga gazetar sporti merresh me kronik. Nuk po ta them emrin e tij tani, po ai që na shikon e di kush është, po je i dyti. Ti se di këtë gjë, kush është ky që nga gazetar sporti në kronik dhe jo vetëm kronik, po në po themi në çështjet e aktualitetit, se është një histori, do ta them në emision. Pa ai që na ndjek e di. E përshëndesim dhe atë, me që përshëndesim. Po, atë e përshëndesim atë, se lëm pa përshëndetur, jo. Dhe po thoja që, nga që jam marrë me sport me futboll, e lam sportin dhe isha i mirë informuar, po, kam luajtur 13 vjet futboll. Me Tiranën, me Tiranën, gjitha ekipet e tjera. Ku ke lindur? Tiranë, ku kam lindur? Këtu. Tiranë, po. Këtu. Dem papa dem, po. Po ti Ferrari pritet pas se mbiemri yt nuk është Tiranë tani, mos më bëj mua. Ne kemi ndruar për arsye politike në kohën e komunizmit, pra. Mbiemri gjyshi një për shembull ka patur Lalmi. Lalmi është Lalmi lere, kjo e ke pasi Mark pastaj. Si Mark la etj me radh, po. Dhe po thoja se ndruat në Ferrari për çështjet mos tu internuar me sa informacion kam, sepse një i fisit bëri disa vepra penale të kohës, si mos na internonin, me sa di ka qenë kjo metoda që ndroi mbi emrin. Po. Dhe po thoja që nga që kam luajtur sport, fillova me Ani ç'a luajë në kam qenë në Alfi Djath.
Alfi Djath, Alf për gjithë ata që se dinë është mesfushor. Mesfushor i Djath. I Djath, Po, i Djath. Edhe derisa arrite me Tiranë? deri në ekipit të rive, pra unë 18, unë 19. Po. Por edhe ca Kishe talent apo? Stërvitje me pata një dëmtim të rënd deri diku. Gjithë kështu thoni kur sa arrit. Shiko, unë s'po them që kam qenë. U dëmtova, prandaj sesa, lej këto. Nuk po them që kam qenë ndonjë talent me kontarën e gazetarëve ti luan. Po më kemi luajtur me këto trenerë, po na kanë rraf, na kanë bot cop. Jeni kështu edhe kur lundë ekipi kombëtarës ton me çdo kështu, do të thënë gazetarëve fitonte gjithmonë. Dhe ti nga sporti? Ka qenë totalisht. Për çfarë je diplomuar? Për gazetari, po. Për gazetari këtu? Tani po, në këtu te Universiteti i Tiranës. Po, në Universitetin e Tiranës, me master shkencor. Se ke zgjedhur ti? S'ke pas në zgjedhje me sa duhet. Po, pra, se ke zgjedhur ti. Tani po bëj fakultetin e dytë për fakultetin e drejtësisë, jam vit 3. Por mos do konkurrosh për SPAK, or. Dhe duhet të isha edhe në seminar tani, po nuk dim nga çfarë më përpara. Po, është më rëndësishme intervista këtu sa seminari. Por mos do konkurrosh, mos do bësh magjistraturë? Po, kismet, nëse do jenë mundësit, nëse do plotësoj kriteret, se duhet mesatarja. Ky është lajm. Gazetari Jeni Ferrati, po studion për jurisprudencë, do bëjë magjistraturën, do konkurroj pastaj të shkojnë SPAK. Kjo është fantastike. E bukur është. Po ka padur kemi kolegë që nga gazetaria janë bërë prokuror. Po kujt i thotë? Mua më thotë. Ti i njeh shumë mirë. Po. Dhe për të qendruar të është shumë interesante, teksa isha gazetar sporti, ndodh një ngjarje e rëndë, një vrasje mos gaboj diku në zonën Don Boskos. Dhe tani më thotë do shkosh ti. Dhe shkoj atje unë, nuk ishte hera parë që do mbuloje një ngjarje të tillë, marr ato informacione etj me radhë, bëj kronikën dhe kështu në një lloj mënyre nga rastësia u kanalizova, por realisht nuk është se e kisha menduar, por më filloi të pëlqente, sigurisht në atë moshë, pra bëhet fjalë, unë kam qenë vetëm 19 apo 20 vjeç. Po? Adrenalina që t'jep ky profesion është shumë e rëndësishme. Të krijon mundësinë patjetër që të njihesh me njerëzit, të është bërë pak e vështirë për të qenë serioz edhe objektiv në raport me trendin edhe trysnin që kanë sot bota e mediave dhe televizionit, por në fund ditës është një profesion i cili ka për detyrë vetëm misionin e informimit publikut edhe të vërtetën. Pa çka vështirësive që janë pafundme që ti mund të hasash rrugën. A ke bërë ndonjë gabim gjatë gjithë karrierës së gazetari kronikës? Kam bërë, dhe pranoj e kam bërë. Çfarë gabim? Kam mësuar. Mund të kem zjerë për shembull emrin një personi që s'ka lidhje, sigurisht ato fillimet gabimi kam kërkuar dije se është mbyllur këtu. E kam bërë dhe kam patur kurrizimin edhe të kërkoj ndjes, kupton? Sepse dëmi nuk ishte i pakët, por gjithmonë ajo lufta për të qenë sa më i shpejt, për të qenë i pari, edhe të çon të Ti je për atë që të jesh i pari apo të jesh i dyti dhe i saktë? Do të preferoja të dytën më shumë. Po pse jo i pari dhe i saktë? I pari dhe i saktë, por i dyti si the dhe shumë i saktë. Mirë, se nuk e kapa mirë alternativën e parë. Por realisht edhe shpejtësia patjetër është një element, por qartësia që ti duhet të kesh me veten, sepse duhet të jesh njëri i qartë me veten dhe pastaj t'ia përcjellësh publikut atë çfarë ti ke siguruar etj me radhë. Por është një terren shumë i vështirë, Landi. Për të vërtetës. Një nga diskutimet është nuk e di në raport me kohën tuaj, sepse unë kam e dëgjuar çfarë thua ti, çfarë thot tani ose kolegë tjerë të vjetër, por edhe tani është shumë vështirë. Ju kemi patur vështirësi me pjesën e infrastrukturës, teknologjisë. Ne i kemi këto të mira, po kemi vështirësi tjera në raport edhe me media, na? Shiko, unë të kuptoj shumë mirë dhe nuk ka kështu që kur ishim ne jo po kështu, jo po ashtu, nuk ka lidhje kjo. Në çdo periudhë ka ato vështirësitë e veta dhe nuk mund ta vëmë këtë që ne kemi bërë ndonjë dhe ju keni patur. Ka qenë periudhë. Edhe kemi qenë vështirë, po tani po fillojmë tani të tregojmë kështu si me historitë me Partizan, pastaj ajo është për të qeshur pastaj. Nuk ata që tregojnë kështu harroj, nuk një diskutim është a duhet të ketë gazetari kronikës zez burim në grupet kriminale dhe një person të inkriminuar? Kjo është një pyetje që do ta them në këtë lloj mënyre. Pra është një vijë shumë e hollë Landi që e ndan këtë çështje. Pse duhet të them një vijë shumë e hollë? Mua më ka ndodhur që për lajme të ndryshme, çështje të ndryshme, raportime të ndryshme, për shembull për të bërë një histori sa më të plotë dhe për të zbatuar të gjitha ato manualet gazetareske që ti jesh i drejtë etj me radhë, ty ndoshta do duhet që të marrësh një qendrim edhe nga pala e akuzuar. Qoftë ai edhe një personazh i botës krimit.
dhe ti deri këtu je okay. Jo, pyetja ime ishte ndryshe. Po, ja po do dal aty. Po çfarë ka ndodhur? Grupet kriminale, individet e krimit, të momente shfrytëzojnë për të krijuar raporte me gazetarë. Raporte nga më të ndryshmet. Në kuptimin që ti shkon për të bërë detyrën, ndoshta merr detyrën, por edhe joshesh nga forma më ndryshme. Ne jemi një vend shumë i vogël. Ty të kanë ofruar për të joshur? Patjetër. Ka forma nga më të ndryshme që individet e krimit organizuar, grupet kriminale ofrohen me anë të personave të ndryshëm, po thoja që jemi një vend shumë i vogël. Dikush njeh dikë që të njeh ty, dikush është kushëriri i dikujt që të njeh ty, dhe duke shfrytzuar edhe këtë lloj situate gjeografike, po themi, është shumë lehtë ti të afrohesh një gazetari. Puna pastaj ndryshon tek qasja, por që ti të marrësh një lajm nga një grup kriminal pa e verifikuar ose përqendruar vetëm tek indicia dhe ta pasyrosh, kjo është e papranueshme për standardet. Ka. Realisht ka dhe edhe deri diku po themin mund na jenë ose ka indicie më sakt, por realisht ka. Ne që jemi në brendësi të situatave të caktuara, kur shikojmë çështje të ndryshme, e kuptojmë, po themi kur ka individ që bëhen palë, qoftë jo vetëm në rrafshin e, dhe kjo është shumë e rëndësishme ta thënë, jo vetëm në rrafshin e reporterëve dhe gazetarëve, por edhe në studio të atyre që ndoshta quhen analist apo specialist e tjerë. Po pra, se kemi një ndërthurje, do të thonë jo gazetarët mirëfill të kronikës, sepse gazetarët e mirëfill të kronikës dikur qyshin më të ndershmit. Edhe më pak paguarit. Dhe më keq paguarit, por ishin më të mirët në këtë aspekt. Sot ka një ndërthurje, po themi, një mbivendosje të disa që quhen ekspert, analist, etj, dhe ata fillojnë dhe japin të dhëna, gati sikur të ishin gazetarët kronikës zezë. Çfarë të ndjell ty kjo? Kur e shikon ti, pse del njëri atje thotë sipas burimeve të mia, thotë, po, ne kemi pa prifter. Prift i cili flet me kompetencë. Prift është prift realisht. Prift që flet me kompetencë, sikur ka qenë brenda spakut edhe ka parë doset aty. Kjo është çmenduri pastaj dhe kjo këtu besoj që lidhet me seriozitetin e. Kush është ky prift? Kush është ky prift? Po del një në prime time në një nga studiot më të rëndësishme. Është prift, dhe her pas here, dhe e dikush ndër çudia këtu, që një lajm që mund të jetë prodhuar nga thëniet e këtij priftit, merret sigur e kanë dhënë gazetarët e kronikës zezë? Mirë që merret çu, po të kërkojnë dhe llogari për shembull, e provor se me drejt, e shikon ai nuk e ka parë për themi. Se ke ti këtë? Po, edhe tu pastaj ti gjendesh një situatë që thua, ç'a të bëj, kupton? Ose kur çojnë një link të një lajmi që ti je mbërcit asaj çështje, e di shumë mirë, ke lexuar dosjen. Pra, je shumë i qartë. Dhe nuk është ashtu dhe ty të kërkojnë informacion. Kupton? Është ç'a të them, një situatë që shumë e vështirë. Tani, e di cili është ndryshimi midis asaj kohe kur isha unë gazetar kronikës zezë me këtë kohë, që kuptoj unë, dhe këtë e them, nuk janë ato që ne bënim namin, jo, nuk është, kishim ne edhe të mira dhe të këqija, dhe gazetar të mirë, të këqinje. Dakor, siç ka dhe sot. Po. Nuk ka, lere dhe ata që fillojnë e mburë kështu, ne kemi bërë namin. Ndryshimi është që çdo gazetar në atë kohë raportonte të dikush dhe jepte, më thojnë za llogari. Dhe s'kishe shanse që të mos verifikoj, pa dalem. Se kështu funksionon. Ku e more, se more, verifikoje dhe pyetja. Si duhet të jetë realisht. Ore, pyetja që i bëja unë gazetarit tim kur isha kryeredaktor isha, ore, si e mbrondi këtë nëse na çojnë në gjykat? Po. Mua më rezulton që sot, sikur këtu keni devijuar ju të gazetarët e kronikës zezë. Këtu sikur s'po, do të thënë një pjesë, do të thënë, ose kuptoj që është një lloj tendence për të shkuar këtu që s'japin llogari. Sepse ty po të kërkuan këtë, ty të ndihmojnë shumë. Ti ndihmohesh për këtë. Mbrojtë, e vërtet është. Po ti, aleatin kryesor, ke shefin tënd. Se ai do të mbroj. Mund të paktën kështu kanë funksionuar dhe kështu funksiononte atëherë. Dhe shefët realisht ishin me të vërtet çadra e mbrojtjes. Po sot kuptoj që, do të thënë, kjo është ajo që unë çka kam e them. Nuk duhet të jetë, që nuk është normale, realisht. A është kështu? Je dakord me këtë? Ka raste të caktuara që te kalojnë ajo masa, po themi. Nuk është për gjithë, sigurisht. Edhe për fshirja emocionale e disa reporterëve të caktuar, nuk e di për çfarë arsye, i te kalon atë masën, por kryesisht për ngjarje të cilat janë të shpejta, po themi, ose aty ka dhe një marrë caktuar abuzimi, sepse është informacioni i parë etj. Por pastaj për çështje të cilat janë në një fazë më të hershme, le të flasim për proceset gjyqësore apo hetimore, patjetër që ti duhet të kesh një dokument, sepse nuk mund të, sepse ka ndodhur në fund ditës,
Dhe më ka ndodhur mua, për shembull, për rast caktuar që vjen personi, ke thonë kështu për mua, sa i nxjerr dokumentin, nuk ka çfarë të thotë ai. Vjen me avokatin, shumë mirë efekte. Kur nxjerr dokumentin ai ngel. Puna ime si e kam siguruar. Ai mund të jetë edhe sekret, po është puna ime. Po, ai mund të thotë pse s'm pyet edhe mua, andaj thash që ti në rast caktuar je detyruar të shkosh. Po kjo çështje tjetër, unë s'kam pyetur për këtë, Mirë, dakor. Ti ke të drejtë që një të akuzuar do ta marrësh. Ti mund mos ta marrësh në atë moment sa nxjerr një informacion, por në agjendën tënde ti do ta kesh patjetër atë. Nëse të merr direkt i thoj e kam pasur. E kuptoj, po pyetja ime ishte tjetër që. Tani, kategorikisht. Në punën tënde ke pas model, ke model dikë, sepse ne s'kishim model atëherë. Edhe ne s'kishim shansa të shikonim dhe jashtë. Se keni qenë kufizuar për kur kam shkuar jashtë unë, që kam një eksperiencë, atëherë fillova të krijoj modelet e mi, po ne e kisha mbaruar punën me kronikën e zezë, domethënë. Shikon, unë kam takuar për shembull edhe për shkak të punës në televizionin Euronews, ne na vjen delegacionet gazetar të huaj, por edhe për shkak të dhe është bërë një televizion shumë interesant dhe do ta them këtë që bravo i qoftë me punën që keni bërë aty jeni si staf, si Po, ti je një mikpritës i televizionit ton, dhe po thoja që për shkak të tyre takimeve, por edhe shoqatave të ndryshme që na kanë ftuar, takojmë shumë gazetarë tuaj. Dhe për shembull, ata çuditen me mënyrën tonë të operuarit në punë. Për shembull, një pa aty që kam dalë 7 herë lidhje direkte nga spaku. Një herë në mëngjes, një herë në drekë, një herë gati duke orësuar. Ai nuk e koncepton të që mund ndodh kjo gjë, kupton? Nuk e imagjinon të dot, ose që ti mund bësh 40 lajme jo në muaj, po për 2 javë mund bësh 40 lajme për shembull, nuk e koncepton dot. Ato e keni një lajm një herë në 4 ditë. Dhe ti që dihesh një model te ky format që pretendohet jashtë ose si operohet jashtë, sepse realisht kush operohet jashtë. Pra ti përjashtoi Italinë ose disa vende të tjera. Por nëse do të marrim këto vendet e zhvilluara kështu operohet, ose di çfarë ndodhet çudia më e madhe është, te Spaku kalojnë shumë turista, është një hotel aty, se mos e bëjmë reklam hotelit, që vjen shumë turista, kjo mbijetin flokët do dhëmbët. Aty ditë për ditë vin turista, çka ka ndodhur se i duket i pamëzgjinueshme. Çfarë është këtu? A kupton, kujtoj sigurisht habitën tuaj, i themi në prokurori. Prokuroria çfarë pastaj thot? Nuk e konceptojnë ato, dhe vetë qytetarët, a kupton? Të huaj turistët. Dhe nuk është se kam një model. Ata do të konceptojnë kur ndonjëri nga ata ta thrasin në Spak. Pastaj aty ishte situatë tjetër, por pak a shumë kjo është situata jonë që operojmë në terren. Cili është lajmi apo investigimi që ti ke bërë dhe sot je krenar, sepse çdo gazetar i kronikës zezë ka një top 10, themon, po cili është 1, 2, 3 që ti me të vërtet për shkak të kësaj se edhe këtë duhet ta ndajmë. Gazetari investigativ është ajo që si pasojë asaj që ti ke zbuluar, dikush është karkuar, është arrestuar, është dënuar etj. Jo pse gazetari investigativ se di diçka nga dosja. Nuk është ky investigim. Jam plotësisht dakord me ty. Ne fatmirësisht vitet e fundit janë shtuar disa mundësi shumë të mira për gazetarët. Investigativ do të thoja është fjalë shumë e madhe për mua. Qëndrojmë shumë tek aktualiteti dhe vetes nuk është se e quaj, po themi, gazetar investigativ, por po thoja që këto dritare ku ne aplikojmë dhe bëjmë shkrimet zgjeruara, të cilat kemi kohën, burimet, i shfrytëzojmë të gjitha mënyrat për të kryer, po themi, një lajm realisht investigativ. Kemi patur raste, për shembull, unë po të marr një nga rastet, kam bërë nëse keni vënë re kohët e fundit, është shtuar numri i të miturve që përfshihen krime, krime të rënda. Po. Edhe kam bërë një shkrim shumë të mirë. Ku e ke botu? Tek një nga këto mundësitë që mbështeten në donacionet huaj. Në këto me projektet? Po, me projektet. Po? Ka publikuar edhe tek Birni, Ina Media etj me radhë. Dhe zbulova për shembull se çfarë bëhej me të miturit, disa të mitur që përfshiheshin krime shumë të rënda, u bën lëvizje institucionet, madje më kanë kontaktuar, por ishte realisht mori shumë kohë, pra 3 ose 4 muaj me shifra konkrete e tjerë me radhë, çfarë po bëhet me të miturit. Pra, ne sot si pasojë asaj, pikërisht atij shkrimi pati lëvizje edhe për mënyrën se si do trajtojnë këto çështje dhe ka qenë një ndër shkrimet që më kanë kur e ke botuar këtë, Eni? Mos ka bëj rreth 2 vite e gjysmë. Më kanë u vlerësuar, morë çmim? Jo çmim, patjetër është një nga shkrimet më të klikuara, po themi. Me sa kam parë, janë bërë dhe emisione, pastaj teme që ngrita, unë realisht u bën disa emisione, por ishte në kuptimin
ishte shumë i qepur, jo vetëm nga zërat që përfaqësonte, por informacioni që unë arrita të mbledh. Pastaj, nëse ne do të flasim për personazhet e krimit të organizuar, kemi raportuar, kam gjerë foto në një rast që më vjen ndërmend tash të 2 personazhe, janë vrarë të 2 ato. Kam gjerë një foto tek emisioni një kolegës tonë dhe unë kam marrë prokurori. Besoj te Eurojuzi. Në një studi tjetër, kam marrë prokurori dhe ato nuk e kishin këtë foto. Nuk e kishin? Nuk e kishin në dosje. Por ti në fillim punon për Eurojuzin dhe pastaj për tjerë tëre. Dakord. Këtu më qëndro, se ata që na ndjekin tani. Aty, padim, ndoshta edhe mund të kenë të rejtë vëmendje për këtë. Pra, ka drejtë anëtare. Por, kam zjerë një foto dhe realisht, kolëciti telefoni, ku e ke gjetë këtë, nëse kemi në dosje, tot policisë thoshin... Kolëciti telefoni, e kisha harruar këtë. Tot policisë thoshin, na ke fut në shertë me prokurorin, ku e ke gjetë, kush ta ka thonë, po që duhet juve, vëlla. Ku i gjetë të foto? Në gjeta foto me burimet e mia, sigurisht, jo nga i burim që folën pak më parë. Jo, se kam edhe kështu. Po ishte një foto, në fakt, që për një ngjarje caktuar, thonte shumë. Një ngjarje shumë të rëndë. Pra që nuk ju lidhte figura këtyre, megjithëse kishin si informacion që tot kishin qenë bashkë. Qartë. Shumë interesante. Eni, jemi në fund të kësaj interviste shumë e këndshme. Unë kam gjithmonë kënaqësi kur intervistoj kolegë, gazetar, sepse e di dhe e çmoj shumë punën e tyre. Është një personalitet në media, pavarësisht se ka një moshë, domethënë të tejkaluar, është më i madh se ne, dhe thotë që gazetarët thotë janë djajtë nevojshëm. Kur dëgjova pjesën e parë që ma tha kështu, shumë vite më parë, ajo pjesë e parë s'më pëlqeu fare. Por ajo pjesë e dytë më pëlqeu dhe s'më mjafton dhe nuk e kisha problem fare se çfarë tha pjesë e parë. Kështu që ajo punë që bën ju është për të respektuar, për të nderuar dhe këtë gjë e them edhe për ty. Eni, e thashë në fillim, bëni punë shumë të mirë, edhe në qoftë se për shkak të shpejtësisë se unë e kuptoj. Shpejt dili e vetja, shpejt dil. Ti njeri je. Ne dalim ndonjëherë edhe po të ndihmon shumë backgroundi, se ndoshta nuk dohet zgjatem. Pra, një gazetar i cili ka background, kuptimin e historisë gjës, edhe kur del shpejt, pra ti ke një informacion për të dhënë atë informacionin e parë. Ruan ato me dosje me gjitha, tani besoj që keni elektronike, po. Po patjetër, kompjuteri është i shenjtë për mua, se aty kam gjithë folderat, dosje. Po efekte, domethënë nëse ka në një gjë policia dhe spaku kështu, meri kompjuterin. Jo. Deri këtë nivel, jo. Meri kompjuterin e një firmë. Jo, the veti, unë e thash inform tjetër. Eni, të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj shumë, këtë intervistë do ta cilësoja ndryshe. Realisht, unë i kam ndjekur, disa, jo të gjitha, mos bëj shefin kot, kam ndjekur disa dhe është një format ndryshe që edhe të ftuarit jep mundësi që ndryshe nga këto studet e tjera që janë shumë formale, shumë politike apo kronike, t'japi edhe diçka ndryshe nga vetja dhe unë realisht nuk kam folur ndonjëherë, shumë pak mund të kem folur për disa detaje që dha ashtu dhe falenderoj shumë edhe për vlerësimin. Dhe e thënë nga ju është sigurisht diçka është një vlerë e shtuar. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.